Në ditën e 4 të kremtimit të Sultan Novruzit në përkujtim të ditëlindjes së Imam Aliut, kryegjyshi botror i Bektashinjve Haxhi Dede Edmond Brahimaj vizitoi Taqen e Turanit në Korçë. Babamondi tha se Imam Aliu është ndër kontributorët më të mëdhenj në historinë e njerëzimit për Islamin, duke nxitur paqen dhe veprat e mira. Një gëzuar të ditë shenjtë të lindjes së Imam Aliut, këto ditë të bekuara për gjithë Bektashit ku dolin botë dhe për muslimanët, se Imam Aliu ka qenë një nga figurat më të përkryer mbas profetit Muhammed, ka qenë zëvendës i tij në gradën shpirtërore, në gjitha problemet që ka pas feja islame ka qenë në bazë të luftave për paqen, për dashurinë, për demokracinë, për gjithçka njerëzore. Teksa uroi të gjithë besimtarët, Babamondi tha se Sultan Novruzi përfaqëson më shumë se një festë, është një moment i shenjtë për të reflektuar mbi vlerat e njeriut dhe lidhjen e tij me Zotin. Unë në këtë rast uroj gjithë besimtarëve paqe, dashuri, paqe, mirësi në familje dhe kudo. Zoti na dhon mirësinë, jo luftën, na dhon dashurinë dhe jo luftën. Na dhon dashurinë për njëri tjetrin dhe për gjithë njerëzimin. Qofshi dritë dhe Zoti na bekoj gjithëve. Amin. Babamondi u prit në Taqen e Turanit nga besimtarë të shumtë të cilët morën urata prej tij në këto ditë të shenjta për Bektashinjt. Festa e Sultan Novruzit simbolizon ardhjen e pranverës dhe nisjen e vitit të ri sipas kalendarit diellor persian. Novruz në persishte do të thotë ditë e re, pasi përkon me ekuinoksin pranveror.